Ekspertët e Bashkimit Evropian kanë përfunduar misionin e tyre sa i përket vlerësimit për përmbushjen e kritereve për viza. Ata tani po analizojnë të gjeturat e tyre, të cilat më pas do t'ja prezantojnë Komisionit Evropian, thonë zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë. Por në BE nuk japi një datë saktë as një afat se kur do të mund të bëhet publik raporti i grupit të ekspertëve për të ditur nëse Kosova e ka plotësuar 8 kushtet e vëna nga Brukseli në dhjetorin e vitit të kaluar për heqjen e vizave për qytetarët e saj. Grupi i ekspertëve ka qëndruar në Kosovë më 17 dhe 18 të këtij muaji dhe ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë të shtetit, e ka vizituar një numër të madh institucionesh, por e gjithë puna u zhvillua larg medjeve. Pas publikimit të këtij raporti, Kosovën pritet që ta vizitojë komisionari i Bashkimit Evropian për çështje të jashtme dhe migracion, Dimitri Avramopoulos. Por kur do të realizohet vizita e tij nuk e thonë zyrën e BE-s në Kosovë. Datën e ardhjes në Kosovë nuk e ka thënë as vetë Avramopoulos gjatë qëndrimit në Tiranë ditë më parë. E kuptojmë që ajo është e etur të shohë sinjale të prekshme sa më shpejt e jetë mundur. Ne nuk kemi dërguar kur sinjale negative, përkundrazi. Jemi përpjekur që ta ndihmojmë Kosovën në përpjekjen që ka ndërmarrë për t'i përmbushur të gjitha këto kërkesa të njohura tashmë. Kam ndërmend të shkoj në Kosovë shpejt. Dëshira ime është që të ndihmoj, por edhe të më ndihmojnë. Të gjithë krerët më të lartë të shtetit janë shprehur të bindur se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Madje ministri i Integrimeve Evropiane thotë se liberalizimi është proces i vonuar, duke pritur vlerësim pozitiv nga ekspertët ndërkombëtar. E Kosova nuk e ka përmbushur dhe njërin nga 8 kriteret e dhëna nga BE për liberalizimin e vizave. Nuk është ratifikuar marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Sa Mustafa ka dhënë një sqarim për këtë çështje. Informatat tona janë se nuk do të jetë kushti dhënies së rekomandimit për liberalizim, por do të jetë kusht i hyrjes në fuqi të liberalizimit dhe unë shpresoj që edhe ajo punë do të zgjidhet. Raporti dhjetorit vitit 2015 që Komisioni Evropian e ka quajtur të fundit në këtë proces, kishte përcaktuar 4 prioritete kryesore, që kryesisht kishin të bënin me pavarësinë e gjyqësorit, por edhe me pavarësinë operacionale të organit shqyrtues të prokurimit publik dhe Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik. Po ashtu ishin përcaktuar edhe 4 prioritete të tjera, të cilat do të monitorohen, përveç demarkacionit, edhe shpenzimet e fondit për integrim, adresimin e arsyeve për shkallën e ulët të njohjes së azilkërkuesve dhe sigurimin e objektit për institucionin e avokatit të popullit, objekt ky që tashmë është caktuar.